Shikriku, take tuk s'përshon jo kurë, vasha zemër që i shurin këllurë. Sofika Hodo, një ndër këngëtarët e shquara të trevës së muzikës, para pak kohësh u shpall qytetare nderi e Fierit. Ishte kjo një ngjarje që e ngriti emrin e saj në lartësinë e vlerave dhe të kontributit të dhënë ndër 10 vjeçar dhe që i gëzoi pa mas të gjithë ata që e kanë ndjekur si artiste, por edhe brezat e mëvonshëm që e dëgjojmë me kënaqësi edhe sot e kësaj dite zërin e saj magjepsës në këngët popullore. Sofika Hodo lindi në Labor, por u lit në Fier dhe të pjenë bënë aq shumë. Erdhi në Fier të zonë muzikës si vend të lekë, për një jetë më të mirë, për një jetë të re. Erdhi në muzikësin si shumë familje tjera nga zona Gjirokastës, se i kështu thënë miq e shok, se muzikëja është tokë e begatë, se muzikëtarët ashtu janë njerëz të butë, mikpritës, të ndershëm, të mençur, bujar, të edukuar, që miku nga ballëqimin e mbajnë për mik, e për ta janë gati të jatë me kafshat në gojë, apo i pjesë kafshatës tyre. Shembull kësaj natyre ka plot. Në lagjen kish sot më rreth i planetit, familja Hodo gjeti një ngrohtësi e mikpritje të mirë, si në gjithë familjet buzëqare apo në gjitha krahinat e Shqipërisë. Shumë shpejt Sofika unë me plot shoqe, si Byseva që do të ajo, me Arsimon, me Tetën e shumë shoqe tjera. Shpejt Sofika u hyri në zemër pjesëtarë të familjes Lagjes. Në sytë e tyre veçoi një vajzë të shkallët, simpatike, zgjuar, ndorse e vogël, por kishte dëshirë për të nduar. Ajo i dashuroi Kenën duke marrë pjesë në grupet artistike të shkollave të mesme, në shkollave të veçare të mesme. Në rrethet e muzikës së Kenës në shtëpinë e Pyrenit, u debutoi me sukses e mbon grupet amatore të qenëve të punës. Derisa në maj të vitit 1957, u hapi dritare e re e linjë ditë e re për shumë artiste këngëtarë, u formua sfera profesioniste që qytetit tonë, pjesëtarë së cilës u bënë 16 vjeçare. Këngëtarja Sofika Hodo, për ta këngëtarëve të Felicino, Timon Lule, Vlad Boçi, Leonida Priti e shumë të tjerë. E Sofika kujton ato. Me të njëjtën referi kam shumë kujtime. Ajo ishte e dashur, nuk zëmore, nuk madhe mrikur, nuk të ndanë kur asnjëherë. Sukseset tona në kundur ishte të përbashkëta, dhamë dhe më shumë në një raketë. 2 bilbila në një degë, ose 2 vëllëza me zë bilbili, thot shkrimtari Uksama, njëra vinte nga qyteti i Lashit, poja të muzikës, tjetra nga Labora e Madhe, nga Gjirokastra e Grup, me histori në fushën e folklorit të muzikës të Kenës. S'ka dyshim se ky vlerësim që i bën Sofikës është rezultati i kontributit veçantë që ajo ka dhënë për një kohë relativisht të gjatë në fushën e bukur të artit e të kulturës, të humorit e të dramës, por sidomos në lëvrimin e këngës muzikale aq të dashur për të. Por natyrisht, kjo nuk ishte e rasti. Sofika është bie e fshatit Labove Madhe të Gjirokastër, e këtij djepit kulturës e arsimit, u qysh në vitin 1910, patriotët Labovit hapën shkollën e parashkite. Ajo i përket Labovës së bamirësit të madh Vangel Zhava, i cili tërë pasurinë e vet e investoi për ndërtimin e shkollave, akordim bursa studimi i shtetit për sponsorizimin e lojrave të para olimpike e të tjera. Është të rrjedhim logjik që dhe Sofika si një përfaqësuese e denjë e kulturës dhe të dritës së bukur familjare Labovitje, diti që me aftësi dhe talentjen e saj të spikatur, duke gjetur këtu në Fier, edhe një taban të fortë të artit të kulturës, njerëz të talentuar dhe të apasionuar në këtë fushë, të krijonte një harmonizim vlerave të këngës të trevave të jugut me ato të Shqipërisë së mesme në tërësi dhe të qytetit e të rrethinave të Fierit të veçantë. Kur do të Sofika, ne na kujtohesh fshati, qyteti. Puna e njerëzët në dorë si edhe këngët tyre. Ja sepse kemi shkrimi të jetës me artin artistik. Dhe këte e realizonte me sukses Sofika. Unë duke se edhe mesazhi i saj është shumë i bukur dhe interesant. Dashuria për artin. Do këngë për punën, për jetën. Kene një tërë Fieri, tërë brezi që ka jetuar bashkosin e saj, po duke qenë se ka qenë një artiste shumë e mirë, një këngëtare dinjitose, edhe pasardhësit që nuk e kanë njohur si figurë Sofikën, tani mëse e njohin.
mjetët të parë të tyre. Sofika ka jetuar dhe ka punuar, ka dhënë kontributin e saj në një periudhë ku emancipimi ishte zero. Në vitet 50 mendoni tani, në vitet 50 kur ajo ishte një fëmijë. Merreni me mend se si ishte emancipimi në Shqipëri aq më shumë se që. Ajo ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, jo pse ka kënduar vetë, po sepse qenia e saj në skenë, e qenia e saj në tërë aktivitetet artistike dhe kulturore që zhvillohej që në rrethin e Firit atëherë. Është jashtëzakonisht i madh. Thashë edhe një herë, kontributi i saj është i pallogaritshëm, nuk e di, nuk mund ta them. Sot ka këngëtare me mirë dhe mirë bëjnë që ka. Ja e bukur është zhvilluar, është evoluar diçka në Shqipëri. Po në atë kohë ishte e vështirë, mentaliteti, aq sa kjo dhe lefteria, ndoshta dhe shoqet të tyre të këtij kalibri në rrethe të tjera, në qytete të tjera, kanë sakrifikuar jetën, s'kan krijuar të familje. Franin, që me penën e tij të bukur, ka përfituar jetën time në Fire, vendlindjen time në Lavov, me disa fotografi mbase që mungonin, se edhe vitet kalojnë. Mua më pëlqeu libri. Tani po shkëlqe të princa nuk ketë prime, po libër artistik është. Artistik me jetën artistike, lidhur bashkë. Po cila e Sofika Hodo? Le t'ju referohemi vetë fjalëve të saj që janë gdhendur në librin Udhëtoj në visaret e këngëve të shkrimtarit të mirë njohur Franuk Cama. Ja si shkruan ajo. Linda në Labovën e Madhe Gjirokastër në një ditë të acartë të dimri me 28 janar 1943. Fshati im, një bukuri rrallë në këmbë të Çajupit, gjithmonë më falë frymëzim me krenari. Shtëpin e shtrenjtë në e dojgjë në luftën italo-greke. U shpërngullëm për në Myzeqe, vendi i mirësive e Bollekut me shpresë për një jetë re, kur unë isha kërthi, po në vitin 1943. Fillimisht banuam në fshatin Dukas, më pas u vendosëm në Fier në lagjen Kish, sot lagja Kongresi Përmetit e Konferenca e Pezës. Mbarova me rezultatet të shkëlqyera shkollën 7 vjeçare numër 2 Lagja Liri. Për arsye ekonomike, hyra në një kurs për rroba qepse, profesion të cilin e ushtrova për pak kohë, sepse kënga kishte lindur bashkë me mua për brenda zemrës. Ajo kufonte çdo ditë, në buzë më çeleshin trëndafila tingush çdo mëngjes. U rrita me këngë në klasë, në shkollë, në shtëpinë e Pionerit e në skena festivalis ku unë isha ndër të para. Mësuesi im i parë për mua në udhën e bukur të këngës ka qenë i respekturi Timo Lule. Më pas, ai do të ishte kolegu im që më aktivizonte në programet e shtëpisë së Pionerit. Kur mbarova 7 vjeçaren dhe doja të vazhdoja më lart, mbasi kam qenë nxënëse mirë në mësime, më thërret në zyrë shefi seksionit arsimit dhe kulturës të asaj periudhe tek Sadiku dhe më thot: "Rrethi ka nevojë, prandaj shkollën do ta vazhdosh me korrespondencë." Por ai që më ndihmoi më shumë dhe këmbguli që unë të vazhdoja të merresha me këngën, ishte i paharruari Llazar Verria, regjisori i parë që është dhe themelusi i estradës së qytetit të Fierit. Duhet ta them se vitet e para ishin mjaft të vështira. Ishte guxim i madh që një femër të merrte rrugën e artit, të shëtiste fshatrat e qytetit në një kohë që të vriste opinioni i rendi atyre viteve. Por pasioni dhe dëshira për këngën ishin tepër të fuqishme tek unë, kështu që kënga u bë pjesë e pandare jetësime. Me emrimin tim të parë si këngëtare profesioniste, u formua dyshja Lefteri Silo Sofika Hodo, që për më shumë se 20 vjet ishte pa diskutueshme. Më vonë në estradë erdhën artistë të rinj me akademi, si Ferit Hoxha, Vaskanika, Ilir Bele, Robert Hoxha e të tjerë. Si këngëtare erdhi një vajzë e re tepër e talentuar, Brunilda Hoxha, bashkëshortja e Feritit. Me ardhen e regjisorit dhe shkrimtarit të shquar Pullumpulla dhe bashkëshortes së tij Gjulieta Kulla, estrada jon bëri një hop cilësor profesional, si në formë edhe në materialet letrare dhe muzikore. Ndërsa partneri im i parë si këngëtar, kish fëmijë, ka qenë Petraq Noti. Mbasi mbarova shkollën e mesme, punova si edukatore e kopshti e më pas si udhëheqëse pionierësh.
jam aktivizuar kyçere në grupet rinore dhe ato të shtëpisë së kulturës. Në 1 maj të vitit 1957, në Fier ishte një ditë e re për artin e kulturës. U formua estrada profesioniste. Në vitin 1959, 16 vjeçare isha kur ëndra e madhe imja pa dritën e jetës. U emrova këngëtare profesioniste në estradën e Fierit, këndoja për krah të talentuarve Lefteri Silla, Timo Lule, Fuat Boçi e të tjerë. Në vitet 62, 63, 64 në pas, falëzëri dhe talentit, mora pjesë në festivalet kombëtare të këngës, që atëherë i organizonte Radio Tirana. Në vitin 1964, meritova çmimin e 3 kombëtar me këngën Çikriku të Koço Uçit. Jam aktivizuar në ansamblin e ushtrisë për një turne në Kinë, Vietnam e Kore në vitin 65. Ka marrë pjesë si soliste në të gjitha premierat e ansamblit Muzeqeja. Në vitin 81, me ansamblit Muzeqeja, mora pjesë në festivalin ndërkombëtar në Turqi. Në estradën e Fierit jam aktivizuar edhe si aktore në shumë skeqe e komedi. Aktrimi ishte nevojë e estradës. Unë kam luajtur vazhdimisht. Në vitet e para, së bashku me Lefteri Silla, bënim ndonjë rol që kishte lidhje me këngën. Më vonë, her pas here merja ndonjë rol jo si isha aktore, por për të plotësuar mungesat. Ajo ishte gjë shumë e mirë, mbasi ndikonte edhe në interpretimin e këngës, brenda kushteve që lejoheshin. Me kalimin e viteve, marrja e roleve mu bë pasion. Doja patjetër të luaja dhe kam luajtur role me rëndësi. Jam e nderuar që kam luajtur me aktorë të mëdhenj si Fuat Boçi, artisti merituar, Luftar Pajo, artisti popullit, Todi Lupi e Arqile Lipe, artist të merituar e të tjerë. Por kam patur fatin e madh e të rrallë që kam luajtur për krah artistës së popullit Violeta Manushi, si dhe aktores me origjinë fierake, Marika Kalamata, një ndër aktoret më të shquara të teatrit kombëtar. Ndërsa me bilbilin e Muzeqes të madhen Lefteri Silla, që jeta ja preu këngën në mes, jam plot 35 vjet pune e bashkëjetese skenike. Ajo ishte mësuesja ime në këngën muzeqare. Punoi me mua, duke më futur në gjak dashurinë për folklorin dhe nuancat e këngës muzeqare. U bëm një ndyshe e pandar në këngën popullore dhe atë të lehtë. Kishim një kombinim zërësh që rrallë mund t'i gjeje. Në zëra kombinonin, por si tipa ishim të kundërta. Unë, tip i hedhur e shumë e shkafet, kurse Lefteria e qetë dhe shumë e drojtër. Në vitin 1988, mora pjesë në komedinë Shi në plazh, me të cilën u paraqitëm në festivalin ndërkombëtar në Korinth të Greqisë. Flas gjithmonë për teatrin profesionist të Fierit. Në vitin 1989, dola në pension parakoshëm për arsye familjare. Nga viti 1992 jetoj në Athinë. Të mbledhur nga Sofika Hodo, dua të them për diçka më tepër. Jetën e qytetit të vendit të Fierit e zhvilluan shumë më tej Lefteri Silla, Sofika Hodo, Angelushe Daja, pasaj erdhën Motra Soto, pasaj vërshuan me 10 talente të tjera. Këto janë figura që tërheqin jetën e vendit dhe figurën e qartë të Fierit, karakteristikat e qytetit tonë në mënyrë të vrullshme. Përveç zhvillimit të vendit, janë ca figura pikante. Hyra e mbeta në magjinë e këngës, ndonse me flokët borë, në visoret e këngës udhtoj. Po nga libri i shkrimtarit Fran Ukcama, mund t'i japim edhe disa rreshta shkruar nga njëri prej kolegëve që e kanë njohur në vite. Sofika, shkruan ai, për shumë vjet i dha skenës dhe spektatorit fierak zërin e saj të bukur, këngën e zemrës së saj plot gjallëri. Sofika së bashku me këngëtaren Lefteri Silla njihen si artistet e para këngëtare të mirëfillta të këtij qyteti, që në një duet të pandashëm e kënduan aq bukur këngën muzeqare. Sofika ishte e pasionuar për skenën, po thuaj se e kam rritur vetë këtë artiste, sepse ishte e vogël kur u ngjit në skenë. Prindërit e saj, të cilit i kisha edhe miq, interesoheshin shpesh dhe më porosisnin që ta mbaja afër.
me punë, pasion, inteligjencë, shkatësi dhe me sjelljen e saj, ajo fitoi personalitetin e një artiste të mirëfill. Të gjithë e donin, zëri i saj kishte forcë. Me interpretimin e saj, ajo korte gjithmonë suksese. Po me këtë përnderim, shkruajnë për Sofika Hodon edhe mjaft të tjerë në librin Në fjalë, ndër të cilët Fuat Boçi, Kujtim Jorgaçi, Zoj Papa, Gjevahire Dollani, një këngëtare tjetër kjo e varietes së Fierit, Thoma Meqo, ish drejtori i teatrit Bylis, Vasil Vaso, aktor, Vasil Prifti, mësuesi merituar, Ateme Rozhdia, Jani Tase, Vladimir Muzha, aktor ky tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, regjizori i madh Plum Kulla, Sotir Meqo, nga shkrimi të cilët morëm rreshtat e mësipërm, Myslymaska, shkrimtar, Arben Duka, poet, Marko Veshko, qytetar nderi i Fierit, Murat Alia, shkrimtar, dhe disa nga të afërmit dhe familjarët e saj. Për Sofika Hodon mund të shkruash shumë, mund t'i japësh dokumentare të tëra, mbasi vleret e saj kanë ngelur të gdhendura për gjithmonë në historikun e varietesë së Fierit, në historikun e këngës popullore muzikare, mbasi zëri i saj radhitet me atë të Lefteri Sillës, Timo Lulës dhe mjaft këngëtarëve të tjerë. Ndaj dhe ky material për të është një homazh për gjithë jetën e saj si artiste, për zërin e saj prebirbili, për zërin e saj magjepsës që do të ngelet përgjithmonë në kujtesën e komunitetit fierak.